Përshëndetje, mirë se erdhët në Food for Life. Sot për ju kam një recetë të Italisë të Jugut, shumë fantastike, që është super edhe për vegetarian. Është një recetë që në nevojitin shumë pak ingrediente, por ama rezultati do jetë shumë i shijshëm. Sot do mësoni si bashkë me mua si të bëjmë parmigiana me melanzane, që është parmigiani. Ky është pra ingredienti kryesor, parmigiani. Kam vendosur një tenxhere me vaj që po ngrohet për me skuq parmigianin, tash do të mësoj se si do skuqim, radha parë është parmigiani. Marrim një qerus patate, heqim pak nga lëkura e parmigianit. Pak lëkurë do e lejmë sepse ka shije që na duhet. Okej. Pra parë do marrim parmigianin, tani do e presim shumë holl, feta shumë të holla, do e bëjmë me miell edhe do e skuqim vaj. Feta do jenë trasha pak a shumë 2 mm. Kjo është një nga recetat më të vjetra italiane, që akoma sot janë më të preferuar. Marrim miellin, edhe vendosim miell një nga një, edhe i shkundim. Vendosim te tava. Okej. Marrim parmigianin, do e skuqim tash në vaj. Bëni gati një tavë vogël me pak letër që të thithim vajin çingelet të parmigianit. Shumë pak dhe vaj shumë të nxehtë, edhe kemi gati. Kemi skuqur parmigianin, tash do i vendosim pak krip. Okej. Tani ja duhen ingredientet e tjerë, që është djati parmigiano, domate me pak borzilok edhe mozzarellën. Gjithashtu na duhet edhe një pjatë vogël, mund t'i vendosni edhe në tavë si bëhen lazanjet, por unë preferoj që t'i bëjmë monoracione. Edhe fillojmë presim pak domate kubike. Marrim pak nga gjethet e borzilokut, edhe i presim shumë të holla. Shihet radha mozzarellës, edhe do e presim feta shumë të holla. Tani te pjata jon, do vazhdojmë me stresa, pasi të kemi grillë dhe djatin parmigiano. Gati. Tani do vazhdojmë me stresat. Në radhë parë marrim pak nga domatet. E i vendosim poshtë. Parmigianin. Pastaj vazhdojmë prapë me domate. Mozzarella. Pak borzilok. Parmigiano. E kështu me radhë. Parmigiano. Mi hedhë me radhë, domate, mozzarella, parmigiana që kemi skuqur përpara, borzilok edhe djath parmigiano. Ndërkohë unë kam ngrohtë furren 180 gradë, edhe këtu mjaftojnë 10 minuta pjekje me 180 gradë, edhe do kemi parmigianën e melanzane gati. Dilja furrit ka rënë, parmigiana jonë është gati, ja të shohim si ka dalë. Ka një aromë fantastike. Okej. Kjo pra është parmigiana me parmigian. Mjafton t'i bëjmë një dekor me gjethen e borzilokut që kemi lënë përpara. Edhe është gati. Kjo ishte receta ime për sot.
provoni parmigianin time se është diçka e papame, ka një shije shumë fantastike, edhe shikuat me shumë pak ingrediente mund të bëni diçka shumë të shijshme. Ne shihemi sërish javën që vjen në Food for Life me receta shumë të mira, shumë të thjeshta dhe shumë të shpejta si gjithmonë. Provojeni, ju bëft mirë, mirupafshim. Ciao. Për të përgatitur parmigiana patlıgjani ju duhen 200 gram patlıgjan, 300 gram miell, 100 gram domate, 100 gram mozzarella, 50 gram parmigiano, 20 gram porzilok, 1 litër vaj lule dielli.